Po këto po del si halo as kanë koalicion as ata. Pastaj dul, na e promovojshim, halo, qeverinë e opozitës, aty dul LDK ja tha unë s'du as me këta s'kon vot, as me këta tjerë sepse nuk ka qeverisje. Edhe prishi lojën, ata kanë prishi lojën. Tash jem në situatën kur si kanë numrat as vetëvendosja, po si ka numrat as opozita, po një parti politike se na kem vota ma shumë si opozitë, se opozitë deri djeshme, po LDK-ja e prishi këtë lojë. Tash ti jem një pozicion shumë tronë. Qërë që pas ka thotë që pas drenur ma si tha për komandantët. Limaj, i ka përsi deklaratën, po që e ka shtu dhe diqka. Ky milionerin që vëdo me këthy Fatmir Limaj, që po mënot me këthy Albin Kurti. Që tash është komandant Qelik, po. Kemi pasur marrëveshje gentlemane me Kurtin për kryetarin e kuvendit, jo me shkrim dakordim gojor, i kemi cakruar gotat me uj, a i ka mbetur me shku me fol me partinë e vetë. Parashështë vishë cakrimi se dhe herën e kalume ka thonë që të në cakrimi se ka përme. Po me uj ko ka kosë në gjirë. Do është një luft se unë nuk kom përcjell të nështë e promovon ose qatë narracionin ose qatë iden e qësoj që në ka ndodhë. Do më thonë, nuk mohet men që ka pas qeveri matë korruptume në herën Kosovë se që tash janë. Është promovu një farë lufte kundër oligarkë dhe që unë menoj që nuk ka Kosova as resurse, as njerëz për më prodhu oligarkë, s'ka oligarkë. Po këta e kanë qujt oligarkë këndo që kanë pas që so me ta? Po, do më thonë, nuk ki nevoj ti hojnit, mi thonë oligarkë tani për Beshtin Burg. Ti funksionon ligji, vish që thunë hajnë, ka vjedhë, s'ka nevoj mi thonë oligarkë, se nuk është, sa mashtrim, që shvillim. Pra po të kalzoj, për që atyne oligarkëve, ta të quajtur oligarkë, nga që kjo ideja, ose narracioni, si po thot Dibroni, të vjen gjënasët për tyne. Do më thonë, ekonomia e Kosovës është për toke me energji, me gjitha. Do më thonë, ja ka njësë biznismen, njerëzit që i kanë besu Albin Kurtin që to pëllavra, ja ka njësë tash për dalë rrugë. Tashti kjo është kaq veshët kjo situatë. Tashti, pra e pas ke oligark, Hysen Dërmishin, Martin Berishën, Albin Kurtin, Gjelar Sfeslen, nëse du të më thonë oligark, hojna që kanë pare, atërën të përmeni ty 700 hojna që edhe është edhe një, që thoi ke vlau është për dasma, nipjo, për dasma. Ma të vogle e mbet që tu, qytetarët e kanë qitë peshore, ma të vogle e mandojnë. Një gëmë, se nuk jam ka duhet të mandojnë. Vlau i Albin Kurti të rritë në tyrë para 3 ditën ke. Qaj vlau i dasma, ta shu boj i shtetit. Edhe hajnia, ma e modhe, që ka ndodhë nërë, ose të ndodhë që tash. Edhe këta bile shkishë... Kur, mas 9 shkurtet, a para 9 shkurtet? Cëllë e 9 shkurtin, vlo? Kur e në kozjedjet? Kërë në kozjedjet ta? Jo, kjo pej fillimit. Për qytetarë bek nuk peshohen që do pëse s'peshohen. Ose peshohen që cendë. Hajnina? Po. Jo, me qështë të shohen. Po së është breja humbja se 2021 i ka fitu votat, nuk i ka fitu votat e veta. Po kartoni kush o ku ka që kush për këtyne, po si janë bre, nuk është e motje, nuk është e motje, unë nuk është e motje, mendimi jam është kjo, unë vish një po thamë bek. Në të shkak të i kalume. Ani pak bek, qësh me ndoni me fitu vota, po thamë, kur, më falë të vishë është tose njësi që pak si me mu. Tash po e zomë, Aleonca e ka rrit numrin, se thamë, e argumenteve që kjo qeveri është e korruptume. Plus për 9 shkurtit. Allah hile, nëse shkojnë zjedhje, apo me ndoni që për një me kanë më këthy që ta qytetarëm ju vëtu juve që të ku ka që shkurta. Unë nuk besaj bek. Qka po me nëndë? Prishdasht me lo me qeveris, to se i ka fitu 4.2.3, edhe si qeveri me godim, jo me bloku, sepse ka fitu zjedhe shumë. Në Gjermania i fitoj me 3-4%, edhe asu diskutoj ke kush është fitu si, madje partia e dytë. Po drenor, me kone boni qeverin mërci. E boni me socialdemokratet, edhe qka ndodhi. Se boni vetë, vlo. Pëse se boni pikrisht, pëse se boni vetë mirë. Pëse ne mu shista, diqka, une sekretari partijës e marë përgjithsin, nuk hinë kuvend heq, jep një votat, sepse unë e marë përgjithsin që nuk fitu. Nuk e bojnë partijët e dyta dhe na, nuk e bojnë.
krahasimi me Gjermaninë Tarzan që to që bëtun. Jo, shembull është total. Ai zotriu me pak përqindje edhe su kontestu si kryeministër. Su kontestu. Po sepse atje ka njerëz të përgjithshëm kur marrin vota, jo sikur të na me bloku, këtu është mendja e bllokadës.